Kurse ju, dashamirësit e Parashevisimakut, ju që nuk lini pa thënë fjalë të ndryshme, që nxirrni fajtor, që më bëni dhe mua fajtor ku mbroj këta fajtor, thjesht e lexoj një deklarat të ti, që ndoshta nuk mendoj fare si ai. Ju që e doni kaq shumë Parashevin, dhe që jeni kaq të zhvilluar dhe kaq të lartë në mendim dhe në arsyetime dhe në IQ. Po kur jeni kaq të zgjuar dhe kaq të zhdërvjellët, si ka mundësi i drejtojni Lukës në italisht? Nga e mësoj Luka italishten? Ja mësoj jati? Apo ja mësoj mamaja? Luka di vetëm anglisht, nuk di as shqip. Pra, i them këto për të gjithë zollamahin dhe përshtirësin që villni nga goja. Po ku keni burra ju në Shqipëri? Po të ishit burra ju nuk kisha iku në Amerikun. Nuk e ndihmojmë në ato. Nuk e ndihmojmë se i merr Iliriani. Se Iliriani do bëhet i pasur me lekët e Parashevis. Se Iliriani ish hajdut do marrë para. Se ai e bën për famë. Se ai priti këtë moment të bëhet i famshëm. Të bëhesh ai i famshëm nga Parashevia. Sa thua, nuk isha bërë asgjë në jetën time derisa takova Parashevin. E po që dua famën unë mes jush? E kujti plasi për famën mes shqiptarëve? Mua jo njëherë, as pak. As pak. Në mënyrë më të sinqert po ua them. As nuk kam nevojë fare. Ju lutem shumë mos shkruani fare për mua. Nuk më intereson fare. Po bëuni burra. Bëuni burra se unë jam i vetmi gay deklaruar aty dhe të gjithë po na dilni gay. Bëuni burra. Ndihmoni një grua në nevojë, pavarësisht se ajo mund të jetë emblema e muzikës, që ndoshta ju nuk dini çfarë është muzika fare. Ai është pengmarrës, e mori pengaj. E mori pengaj me vllajin, me nipin, me besën, me djalin e saj. E mora pengaj. E mbajta këtu. E lidha, e kisha të dhoma tjetër të lidhur. Se më duheshin paratë e saj. Po sa të neveritshëm jeni? Po çfarë fytyra jeni? Po çam balloma jeni? Po pse mund të jeni kaq të neveritshëm? Po si s'u bët kur? Po si u deshën të derdhen miliona dollar që të bëheni dhe nuk u bët? Po si do bëheni tani që ju pren milionat? Si do bëheni? Çfarë do ndodh me ju? Ai e mori se do të bëj famshëm. Seriozisht? Do bësh ai famshëm me një këngëtare të viteve 80 që kishte humbur dhe kaloni aty për ditë në 47th and 8th Avenue dhe nuk e merrnit. Ai e futi në spital. E bëri të çmendur. Prandaj e bëri. E futi aty që ti merrte parat. Po si do t'ja merr parat po do fusi në spital? Si mund të merren parat nga GoFundMe? Pa vajtur zonja e vetë me kartën e saj të identitetit dhe të rriqte parat. I mori, prandaj e bëri. Ai prandaj iku nga Shqipëria se s'kishte lek. Shkoi aty u strehua të bënte para në New York. O biznesmenër, o burra të Shqipërisë së lavdishme. Dërgojani lekët, jeni të pasur, keni chartera. Hipni një postier, dërgojeni këtu në New York, futeni parat në zarf dhe jepjani. Kur mos jem unë, ose më largoni mua, por 1 kilometër larg, jepjani. Me qënë se jeni kaq burra. Ai i humbi të gjitha dhe një që fitoj Trumpi. Do t'a përzë në Shqipëri. Ai nuk e meriton më të ri aty. Ai ishi neveritshëm, është vemje, duhet të vdes, ta vrasim. Po jo. Jo që s'iki, po dhe sigur të iki jam si zonjë në Shqipëri. Jam si zonjë. Kam vilë, kam shtëpi, apartamente, kam bodyguard. Pra nuk është këtu puna. Puna është që ju jeni dhemje. Dhemje. Nga ato të neveritshme të fare ama. Jeni njerëz të ndyrë. Ju që villni, jo të gjithë. Po ju që villni, jeni thjesht një dhemje. Dhe jeni që të gjithë, po që të gjithë, që nga 100 vjeç e poshtë, vetëm për klikime e keni mendjen. Sa ajo ju djeg. Ai mori klikime dhe kujt? Biznesmen klikimesh.
klikime. Hajtë të mblidhemi ta bëjmë për klikime. Do ta marrim ne, do t'i bëjmë këtë, do t'i bëjmë atë. U zhduken. Burrat e dheut, të gjithë burrat e dheut të Shqipërisë, me shpatën e Skënderbeut në dorë. Neve, e mori ai gay. Çvajti me atë bëqën. Prandaj se ndihmojmë, po i thoshim para shefis mos u merr me atë bëqën. Merr me ne me shpatën. Të neveritshëm, nuk di, domethënë më kërkoj ndjes sepse e ktheva edhe pak si në humor, po doja ta ndaja këtë me ju, sepse nga që jemi edhe në fund të një rrugtimi, doja që ta ndaja këtë me ju, por jam shumë i bindur që ata vetë dinë që janë askushët dhe që nuk bëjnë dot asnjë gjë ato që kam bërë unë, as në jetën time, as në jetën private. Por më e bukura ishte që u kapën me orientimin tim seksual. Edhe ngelën aty, si gjithmonë aty u djeg. E çuditshme si ka mundësi që sa më konservator t'i jenë, aq më shumë ngelen tek orientimi seksual. Si shpjegoni ju? Mendoj që ju djeg, se s'ka mundësi. Se dikush që e di veten kush është, nuk intereson fare një gay apo një lesbike. Po ngelet aty dhe kanë fiksim. Historikisht, gjithë ata që më kanë goditur publikisht, më kanë gjuajtur privatisht në Instagram, më kanë shkruar, më kanë dërguar pjesë të trupit. Po e çuditshme është, jam pa fjalë. Dhe mendoj që sa më konservatore të jetë shoqëria, aq më shumë gay ka ai vend. E kanë personale pra. E kanë vendosur tani tutje sa të drejtohem në gjuhën shqipe. Çdo gjë që do të bëj në gjuhën shqipe, do ta mbyll me një puthje. Ja kam dhënë dikujt një konservatori idiot para shumë vitesh live në një televizion, një puthje. I ngeli fiksim, i ngeli mendja. U turbua fare. Se që mblodh pasate me ca gratë të tjera konservatore në këto gratë që bjen më shumë të lesbiket se janë gratë që kështu që kanë tipare burrash, të flasin më shumë për burrat se për gratë. Edhe më bëri shumë përshtypje që ngeli fiksim puthja që i dhash. Kështu që ka pas kohë që nuk i kam puthur këta perverset e fshet aty në Shqipëri. Do t'i puth tani, u pa puna, të qetësohen. Po harojnë që ka dhe një gjë tjetër që mund të bëjnë. Mund të masturbojnë. Është më thjesht.